من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد على الإسلام والإيمان والقرآن علمنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Na jemi në vazhdim me hadiset edhe ajetet e Allahu Gjelle Gjelaluhu në lidhje me gjën më të ëmbël në këtë botë, me diturien. Sonte do t'i bëjmë disa biseda rreth njerëzve edhe vlerësimit Allahu Gjelle Gjelaluhu, vlerësimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam mbi njerëzit të cilët ngasin me lip diturie. Këto janë drejt për drejti talebët, drejt për drejti janë zansat të cilët ecin, ngasin mas dituries. Në Kurani Kerim, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu thot فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين Ashe domosdoshme që prej secillit popull, prej secillit milet, ban me ngushtu edhe pak edhe me thonë që prej çdo skaj, prej çdo grupit njerëzve, prej çdo rrethine ku jetojnë musliman, firqa, një grup e ative të angazhohet për mësim. Për shkak se Islami nuk e ka para pa që çka ka njeri për antar të jenë dietar të mëdhej. Jo, kështu se kjo është e pamundur. Kjo është e pamundur. Po njeri mirët me një zanat, njëri me dituri, njëri me një punë tjetër. Mirë po, janë disa punë. Sipas Kurani Kerimit edhe Sunnetit Muhammed Mustafas, janë disa punë për të cilët Kurani Kerimi ka thirrë edhe ka urdhënu disa njerëz dashtë e populli, disa duhet me uda e ato gjona me imsu. Unë si vetë në këtë Ramazan nuk do t'i ceki tëri në fund, për shkak se do t'kalojmë disa tema qera, po sonte në këtu kur jam po e ceki vetëm një fjali shumë shkurt, prej mesit ative gjonave të mëdha që nuk do t'folin këtë Ramazan. Ka thonë natë katon, natë rrafin, ku s'ka doktor, është gjuna me jetu. Du t'mu ngrejt për ati. Në të rrethin, në të vend ku njerëzit matematikë s'din, hesab s'din me bon, du të mu shit, du të mu hek për ati, se ati si të vanojsh të zë taksirat, dhe një taksirat pa të zonë se le. Pra, për atë shkak, në ka thirën me këtë ajet, në surat të Teube mendoj se ajet, jasti, inshallah si jam gabim, ka thonë, falawla nafara min kulli firqatin umma, li yatafaqahu fi din. Pra, prej çdo mesit
një grup në dahët, kejtë punë qera t'ilon mas shpine, e të shkojnë kapën për disa dituri, për disa lami, për disa shkenca, kur të kthehen mesin e vetë, ta kryjnë vazifën, që ative muslimanve t'ja u bojnë farz, nejen në të ven ku janë. Që tash kush e ka kokën e madhe, kush e ka trunën e zhvillu, e din kjo në politikë shka e ka kuptimin. Edhe drejt për drejti ju spjegon kja ajet me këtë fjallën e fundit, që ative njerëzve shka mendojnë se feja smirët me politikë, ose fetartë, ku morin vesh ato, hoxha këti politikën, në mesit i ku e di hoxha politikën, a i nuk a konë Beograd shkencat politike, mi kriqit ati e politikën, po me të kalëzu seri asë që e ka morë molli me shku se a gjësit shkojsh të amsojnë jo politikën. E bitis shkencat politike, del njeri shka se njef politikën, për shkak se programi i mësimit ashtë që ti në shkencat, në akademinë e shkencave politike, që të da qesin për ati jo politiqar. A njerëzit e tonë për fatë këtë të punë bashkë kolaj, edhe bashkë let nuk i din. Unë edhe njëherë po e ceki këtë fjalien e Kurani Kerimit e inshallah, pas pjegim e kuptojnë gjemati se qka flitëm. Ka thonë në të shkojnë, prej gjdo mesit një grup njerëz e në të shkollohen, në t'i kapin gjitha shkencat, se në ato vene ku s'ka dituri, ishte borgjë, farze kishe mu hek për ati, se s'ka jetë, sa s'ka zonë dhe një taksirat. Pra, kur të shkollohen këto, kthejnë këtu në vend, i plotësojnë zbrasinat e diturisë, zbrasinat e shkenstarve, ju bëhet faz neja në atë vend. S'ka me livrit mo, që ati dush me nej. E që ta shti, unë e lonë kështu, që kaqë, nëse dim politikën, a metë që nëse dim politikën, dhe e vazhdojnë ti të shpija të në kur shkosh a gje, e merë në përmen këta e zhvillon kalumën, ta tashmën edhe tashmën tone. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mënirë imperative, a imperativ në gjuhën bashkohore, në këto fjalë të reja që po përdorën, do të thotë urdhën, emër. Allahu Jalla Jalalu e ka përdorën këta jetë, e thonë, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Urdhë, Zoti, urdhën Allahu Jalla Jalalu e keni, që të pyetni për ato gjona shka nuk i dini, ato çka i di. Urdhën, jo me dëshirën e ju, fas'alu, nuk ka thonë me kanë të kish i pyet, nuk ka thonë ashtë mirë me pyet, po ka thonë pyetni, pra, po ju urdhënoj që të pyetni gjithmonë për ato punë që si dini, ato njerëz që i di. Po e thjeshtoj edhe pak, si ti që pi ative shka se di, pyete atë shka e di. Kja është ajet në Kurani Kerim. Kja ajet shka ka bo? Pise ka shdrip që 1400 vetë. Kja ajet është aj i cili në këtë botë që 14 shekuj e teknena, a konë baza e parë për hapjen e shkollave. Hapja e shkollave, një njeri me ngu mësim, një me vonë, njoni me u pyt, qetri me u përgjigj, që kja ajet ka qenë shkak. Jo Universiteti Berlinit, jo Universiteti Heidelbergut, jo Universiteti Kordovës, jo Universiteti Parisit, as i Londrës. Këto gjana, këto unë isha po i përmeni, këto janë parnat, këto janë treja shumë. Universiteti i Kelnit i ka 600 vetë, kejt imrin e vetë 600 vetë i ka. Universiteti i Berlinit është pak ma i vetër, i Heidelbergu tanë me studive, Universiteti i Parisit e i Londrës e këto janë vonë shumë pi këtive gjonave, Universiteti i Zagrebit i ka 300 vetë imër, kejt i Beogradit 100 e dishka, i Prishtinës 25 vetë. Kejt imër 25 vetë. Banë me thonë, 25 vetë që kemi njës me ditë. Pse? Dituria kua? Shpia e diturijës me modhja kua? Në universitet. Edhe ku që tërkun? Në universitet edhe në gjami. Këto di shpia, runa zot, me i hek për tokës, me i hek këto, mës me egzistu, mës me pasë si kjo shpi edhe qetra, atëherë ven një natë moti, thamë fjale Hasan al-Basri, rahimahullah, ka thonë la ula la ulema, la sarën nësu mithle l'behaim, mës me kanë ulemat djetarët, mës me kanë njerëz i shëndrojnë kafsh. Kështu ka thonë. Hasan al-Basri ka qenë për tabiinve, i ka mërri sahabët, me shok të pejgamberit ka nejtë me një sofër. Dhe mës me kanë ulemat, mës me kanë gjamia, ku mësot dituri, mës me kanë shkollat, universitetet, njerëz i shëndrojnë kafsh shpejt. Pse anë miqët, kur po e sulmojnë një popull me i spari, cëllën punë për e bojnë? Kur po dojnë me e sulmu, aman palës me e sulmu, me eloni jo popull, me e shëndru një jo njeri, që ka po i bojnë?
Njoni po ta bombardon xhamien. 850 xhamia me temel janë shkatruar në Bosnë, me temel. Një numër prej këtive edhe janë derë, edhe ka ardhë bagere dhe kamioni, dhevin e ka marë, e ka qitë ndrinë, e ka qitë në lumë, dhevin, gurin, materialin e xhamisë e ka hekë, edhe është ajo toke thjesht për fëmijët që ka të vinë edhe të rritën në atë vendë një herë, mas shumë ti në të flitët se ka pas xhami qëto. Në Kosovë që ka po banë armiku, që ka po mshelë, renin, në lista, këto gjintetozë, unë s'kam faj, pse s'doj njerëzit me kuptuna, kur kuj faj si kemi, a reni, redos leçkijet për i thojtë, reni që ashtu ashtë, a gjithë xhamien, këto universitetin e kam shenë, shkollën e kam shenë, kur gjos ka që tërsen, me të lanë të paditur, me të lanë të paditur, si të lanë të paditur, qka ka kjo kuptimin ma i smrami, qka del? I padituri rob i tjetrit, s'ka kur gjos që tërsen, me të lanë të paditur, me të bërë rob, ma keq, se populli i paditur, e të në të shkretit me vetë vetën shka bojnë, edhe ato në ditë për ditëve dalin votime, edhe ato në ditë për ditëve e qoj njatë parë mi prezentu, kur qkoja i joni i pa shkollë, masi universiteti mshel, shkollat mshel, i pa shkollë, kur qkoj me bo biseda me ato krije mëdhajt e universiteteve agje, a thu në baras pesh që shmi? A ka rrug dali, a ka? Të përfaqëson i padituri. Kush je? Kur kush? Allahu në Kurani Kerim ka thonë, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Xhamati jon, ulemat e tonë do një herë ban me kritiku kështu edhe vetën ma i spari të në qërë, e kam gjetë këtë Kurani Kerimin shumë letë për spjegim. Vetë një hoxha lartë, Allah i ka thonë vetë një atë shka e di si ti që pjative shka se di, që hoxha kua vete. Po, kjo ma për një me, ama bash qekash, jo. Kurani Kerimi bash me qekash pak, s'ka arë për 7 shqilë, pi leuhi mahfuzit hu për që do t'i fjallë, mi spjegu kja jetë. Ka thonë, qka ka pas për qëllim? Ka thonë, themeloni shkolla, themeloni baza, themeloni temele ku shkoni, hini, mësoni mrena dhe dilni dietar. Jo, vete hoxën pote, ama ku me vetë hoxën, so kak me nëllë me veta. Në me zhlisë dhomës dohonit me nëllë me veta, kjo a këtë pak. Po, banja hoxës tanë vendin, shkoje në shkollë, me dhonë mësim në të pytët pjative shka kanë qef me mësu. Banja vendin mësu si tanë në të shkoje e t'jape mësim në razez, ku qerve ju i për të rasti me pytë me u bo djetarë. Do të thotë, bane mësimin, bane diturien nivel sistematizon e mësimin. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, do të thotë, institucionalizon e mësimin. Jo vetë në mezvete, ajo në pak, ajo në lokal, ajo në të hip në autobus, ajo në të shdripi treni, ajo në kopej të shku misafir, këto janë dvogla. Po, fas'alu ahla dhikr, kemi një djetar, formoni, ngritni, stipendoni, financoni, dilni në kra, bani djetar të muaj, bani institut mësimin se fort fjala huje komplikume a gjithmonë për na e vrat guën, bane mësimin nivel institucional. Të na është, jo, të na nuk ka. Është pjesërisht na i thojnë, është pjesërisht. Matematika është institucion, biologjia institucion, medicina institucion. A është feja institucion? Jo. Akademiku Roni, a ka dikon në këtë troje këtu pari? Akademiku, studior Kurani Kerimi. Jo. Shkencat të cilët kanë rrel prej Kurani Kerimit. Universiteti e Zerit për shembull i ka 83 fakultete, 23 fakultete punojnë mbi shkencat e Kurani Kerimit. 23 fakultete për 83-ve punojnë për shkencat mbi shkencat e Kurani Kerimit. A ka këtu kësi gjonat e na? Nuk ka. Ka një fakultet që a gje u derë dhe dhaj, një medrese e mik që atin Shkup, edhe një tu mik që atin Prishtin, u kri. 400 vetë, 400 fmi në mënyrë institucionale e përcjellin islamin me një orar shumë të rëndëmt, me një orar shumë të rëndëmt. Allahun këtë ajet në Kurani Kerim ka dash qëta sen me në thonë. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Futën e mësimin e Kurani Kerimit edhe shkencët e ati
ka vërdisne me shkencat qera të cilët ju po i thoni shkenca eksakte, futne ka vërdisne me një ven kejt, dë bashkëpunohet me një ven, fmit kur dalin, konkret dalin për shembull, si ato nxënësat e xhamisë Sultan Ahmedit në Kairo. Edhe asaja kanë në drinin burra, laikët, edhe asaja kanë drunë, Sultan Ahmedi kur e ka maruat xhami në Kairo, e ka pru të rinë gjimse dhe ka thonë, kur e ka pru në gjimse kalon, 12 vet, hitë s'ka ndreq mo, kur gjo. E kanë pytë, thonë, pse s'pe maron për petë xhamin? Ka thonë, po vend turp me kalzu pse. Mretnive, jo popullit, mretnive, qera. Ka thonë, po vend turp me kalzu pse. Ka thonë, pse? Dhe se sa më ka kushtu kjo xhami, mës me marë për mretve qerë, e lonë qatë vend, qaq, mos e qoj tërma. Xhamia është hala, ama drinin e ka. Në realitet nuk e ka drinin, po para shka amaru e ka drinin, a turistat hinë me kundra mrena, ka përcejnë, ish panale evropianët hinë e dalin, e shofin, ama punën për shka ka maruaj, s'pe e banë mo. E qka ka pas ati në xhami? 4 shkolla i ka pas. 4 akademia në bord xhamiës mrena, ku janë mësu në zonësat, shtetin me majtë, kanë dalë pashallar, kanë dalë mësimëdhonsa, kanë dalë sultana, kanë dalë ministra, kejt pi xhamie, kejt pi qative 4 shkollave që asaj xhamie. E pra xhamia shka kana? A vesh qështu që isha xhamia, jo në kana xhamia, a xhamia kana dishka qëtër sen. Jo, xhamia kejt qëtër, e jo një shka në këtu, e jo një 5 herë me indite me falë vaktin, edhe hoxën gjumon me ngu Ramazan pak ma gjallë, edhe bitisët me qaqë. E kjo shka, sa kemi shfridzu në këtë shpi këtu, e kemi shfridzu prej 1 milionit presje një, 0 presje një prej 1 milionit për shka xhamia ndërtohet. Prej xhamiës pejgamberit alayhis salam kanë dalë ato burrat të cilët e kanë përhap islamin në Spanjë kanë qu. Ato s'kan pas universitet bitesëm. Njoni ka shku e ka qu islamin në Egjipt, qetri e ka vazhdu e ka qu në Libia, qetri në Maroko, njoni ka dalë në brigjet e veriut të Francës anena, qetri ka shku në brigjet e jugut Sudanit, njoni ka shku në Kim me ushtrin e vetë, qetri ka luftu në Kaukaz. As njës ka pas akademi ushtarake prej këtive. Po ku janë eduku? Janë eduku në xhami pranë qiti libri. Para mësusit matë marë. E tani mas, pse janë hapë të shkolla pra? Masin në xhami, pse janë hapë? E nuk ashtë shumë normal që shkollën tonë nashka e kemi këtu 8 veçarën me ketë që të nëzonë sa të ashtim mrena në xhami këtu ajo se, pra duhet me umaru bone. Mirë po, rrima edhe teli, a duhet me konë për asaj shkolle edhe për kësaj shkolle i damë veç a veç? Jo, nas një mënirë, për shkak se kësaj këtu shka spjegohet, e ka emnin dituri, asaj a gje shka spjegohet, e ka emnin dituri, atje më japin mësim njerëzit shka dojnë me ngrit popullin, këtu japin mësim njerëzit shka dojnë me ngrit popullin, e shka pas ka dalim pra, veç vendet kanën veç a veç. Veç vendet kanën veç a veç. Edhe mujtët me pas dalim në programin e mësimit, edhe kemi pas dalim programin e mësimit, për shkak se atmosferë, shka mi bo, kështu zerzele 50 veçare, s'ka zot edhe hajtë. Mirë po këto ndrojnë, kalon çdo gjë e ka kohën e vetë, çdo ditë, çdo natë, sa do që asgat pa dalë mëngjesi se kalon, çdo frim, sa do që ka frim pa unal, s'ka met, çdo breshën, sa do që ka qenë rëmishëm pa unal, s'ka met, edhe sistemet qashtu janë. Vinë, rinë një kohë, shumtojnë gjona, ndërtojnë gjona, edhe ato, kalojnë, inshallah, në ardhmëri, do t'i takoje, ardhmëria do t'i takoje arsimit universal, ardhmëria do t'i takoje besimit, i cili thret në shkencë, besimit islam, i cili thret në shkencë dhe thret në universalitet të mësimit. Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Rasulullah alayhi salatu wasalam të mfalni thot, kush nget mas diturisë edhe e kap rrugën që ai të bëhet dietar, Allahu xhalla xhelalu ja letson rrugën për xhennet. Ja letson rrugën për xhennet. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna. Nxënësat të cilët mësojnë me bismillahirrahmanirrahim me kusht, keni kujdes. Nxënësat të cilët mësojnë lamin shkencore me bismillahirrahmanirrahim, edhe i mësojnë në emrin e Allahut, pa i marë parasysh cëllën lonë, ama thojnë bismillah,
Në emën tanë, o Allah, po e mësoj këtë lond, ka thonë me këto njerëz nuk hecin për tokë. Kështu ka thonë Rasulullah s.a.s. Këto njerëz nuk hecin për tokë. Këto çish hecin? Këto hecin në krahin e melajkeve, në krahat e melajkeve për nder të diturisë. Jo për çetësen, për nder të diturisë, pse Zoti xhelle xhelali u diturin edhe dietarët i vlerëson shumë, nxënësat e diturisë ja vban të mundun me hec në krahat e melajkeve, mos shkelin tokë, do të thonë gjithmonë që në mbrojtun. لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة. Kështu e vlerëson Islami diturin, ka thonë njëri prej juve, një natë prej natëve disa orë me i kalu me libër, me lexim, në emën të Allahu xhelle xhelaluhu, është më hajrli për ata se 100 rekat mi fal nafilat natë. Është më hajrli me marë njëri për juve, me lexu librin unë, për shembull, po thom dialogu me mikun ateist, Mustafa Mahmud. Njëri e ka marë me lexu librin Relevit të Albert Einsteinit. Po thon Bismillahirrahmanirrahim, o Zot, po e vendosi që këtë libër ta lexoj në emrin tan, du mu njoftu me këtë sistem të spjegimit që ka bën një shkencëtar shumë i famshëm gjerman, Albert Einstein, në lidhje me relevin. Unë këtë du të mësoj, Allah jem vetë nuk e di, një mom o Zot që këto sqarime të më vinë me të leta edhe të bohem shkak që t'i zgjeroj edhe më mirë, ndoshta si të ketë lonë, a i zbrasin edhe me sigurin shkencë, gjithmonë ka zbrasin për qertë me studiu, qatë punë si ta bëjsh, ma ke fitu ma shumë se vape, se 100 rekat na file mi falat na. Aj, dënjoni për juve me siguri mu sa bo gati me thonë, e ki knarështi, aj Albert Einstein s'ka musliman? Pa një shka se sa musliman. Une nuk thash me thonë Bismillahirrahmanirrahim, o Zot ban ma të mundur Einsteinin të ashtin zemër se shumë burri mira konë. Qa për duhet? Kjo jo kështu, shkencën, diturien aj, zbulimet të cilit ka bo, formulat me të cilët ka ardhë, për shkak se Rasulullah i ka thonë, el hikmetu dalletul mu'min, e inema wajadaha akhadhaha. Dituria është gjoja të cilën nga të muslimoni me e gjetë, ndorën e kujta gjoje, prej dorës ati e merë. Pra ne në shkencë nuk kemi kufizim se kush na foli neve, shka ka e shka s'ka. Ne i shqeqojmë vetëm një gjo, kush na e sjellin shkencë formulën ma të sakt. Neve që këna intereson. Kush na e sjellin dituri formulën ma të sakt. Ne pse kemi pranu islamin? Fen tonë, pse kemi pranu na? Edhe fen tonë ato shka na i kanë pru s'kan tonë. Pra kanë 4.000 leta, po. Mirë, po, na shka banëm? Nëse pranum fen tonë islam, por qëtërsen, ne pranum se ato shka ne e prunun këtë fe, ne e prunun me formul shumë të pastër, të cilën zemre a jonë edhe mendje a jonë është nosh, shumë kullaj e pranoj. E pranoj pëse ishte realitet, e pranoj se ishte për të pranu. E pra, dëvërtetën e papimor për popullit qëtër i cili s'ka qenë i kombit tonë, po. Pse për relevin nuk e morim për Einsteinit në? Qka prish puna i se në cëllën fe ashtë, qfar ide e ka pas, në cëllën gjehenem a i nesër, kjo s'lun as një rol. Si mos të këtë tinglu pastër që kjo është ka e spjegova dheri tash, edhe që këtë lomën unë është ka po e kalli edhe këtë që ka ndërtu a i s'ka qenë musliman. Edhe a i maqinës avollit nuk ka qenë musliman, edhe Fergusoni s'ka qenë musliman, edhe Carteri s'ka qenë musliman, edhe Dizeli edhe a i s'ka qenë musliman, edhe Zimensi edhe a i s'ka qenë musliman, edhe kejt këto s'kan qenë musliman. Pra, sa i përket hulumtimit shkencor, sa i përket zbulimeve shkencore, kur kush zgudzon me bo muhabet, a me e marë, mas i ka musliman, po e marim, mas i s'ka musliman, s'po e marim. Islami këto gjona nuk i njef. Islami nuk i njef këto gjona. A i neve na thot kështu, el hikmetu dalletul mu'min, e i nema wajadaha akhadhaha. Dëvërtetën, muslimoni e ka për detir me lip. Pi dorës kuj ta gjoje, pi qati. Ndorën e kuj ta gjoje, pi qati, e me. Babu min el ilmi e taallemuhu rëgjull, khajrun lehu min e dunja o ma fiha. Një lami prej lamive të diturijës njëni prej juve që e studion, edhe e mbizotron,
e zotron, do me thonë thellësohet në te, ma herli se me jadhon këtë botën me jadhon nuk i duhet. Për shkak se nuk i vlen ma shumë se ajo. El ilmu khazain wa mafatihuha sual. Ka thonë Rasulullah a.s. Dituria është magaze. Dituria është magaze, është depo. Thonë wa mafatihuhu as-sual. Ka thonë kurse qelësi ati depot madh diturijës është pyetja. Për këtë shkak, në kontekstin e këtij hadisi ka thonë talibani la yata'allaman. Ka thonë di grupa njerëz së mësohen kur jesin pa ditë. Kush janë këto? Ka thonë el mutakabbir wal mustahi min as-su'al. Këto di vetë gjithmonë gjahila, gjithmonë ignoranta. Kush e kush tani ja Rasulullah? Tha qaj shka madhë të madhë, edhe qati shka i ven marë. Këto di jesin pa ditë, gjithmonë, s'din këto. Njoni thot ka shte vetë, më le Jakupin, për diçka ama, atë të vetë, i halli ati, aje, kushëm kaj. Po shka do është me vetë? Do është të vetë për abdesin, ama, që sëne ula vetën që është poshtë me vetë. E po abdesin kush di më mirë se hoxha me të spjegu? A i hoxha di abdesin shumë mirë me spjegu. E ka majt vetën të madhë, tonë e mos di me mor abdes. Ka thonë ki jetë pa mësuki. Atë mjeku në gje, edhe shko një smut, edhe nuk e pytat, e ma vetën naltë, jetë pa mësu. Edhe kush jetë pa mësu? I marrushmi, ka thonë jetë pa mësu. Me një dhomë, në që njëherë bëhat hazër me vetë, edhe e përtip të poshtë. Pse brez vete? Ola kështë vetë pat kalaballëk me armarë. Edhe ki ka me të pa mësu. Ka thonë talibani, la e ta alleman. E thonë di grupa njerë së mësohen. Që ato shka majnë vetën të malë së mësohen kur, edhe ato shka juve në marë, edhe ato së mësohen kur. El ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al, dituria është depo, a kurse qelësi ati depos është pyetja. Ela fas'alu, ka thonë Rasulullah s.a.s. Hapni dirë të pyetjeve. Pyetni sa të muni dietarët. Nale mësuesin tanë nudhe, pyete për problemin e matematikës që nuk e ketë qartë. Nale në koridor të shkollës. Pyete mos e le ma vonë, mos e le nesër ai mëson një sen tjetër. Nale hoxhën tanë. Pyete për ajetin, mos e le për nesër shpjegon ai diçka tjetër. Nale dietarin në rrugë, pyete mos e le për nesër, se nesër e ka rendin tjetra punë. Fa innehu yu'jaru arba'a. Ka thonë Rasulullah a.s. Zati, 4 grupa njerëz fitojnë sevape. Zati, 4 grupa njerëz ka thonë fitojnë deregje, grada, sevape fitojnë. Ka thonë, kush janë ja Rasulullah? E thonë, es-sa'il, qaj shka pyt, ka sevape të veçanta, qaj shka pyt. Wal alim, a i shka pytët, ka sevape të veçanta. Wal mustami' ndëgjusi, ka sevape të veçanta. Wal muhibbu lahum, edhe ki i 4 shumë inshallah i dashur të na, edhe qaj shka i do këto 3 grupa, edhe a i ka sevape të veçanta. Qito 4 grupa tha kanë sevape, edhe njëherë për i përstris. Tha pytësi, a i që i pytët, edhe ndëgjusi, edhe a i që i dënë këto 3 grupat e para. Zati popli që do elemente, si të mu e me i fut në mesin e vetë, qirak. Njoni me dit, qetri me pyt, njoni me ndëgju, qetri me i dash këto kejtë edhe me që ti i thojnë bashkim, që ti i thojnë popull. La yambaghi lil jahili an yaskuta ala jahli, wala lil alimi an yaskuta ala ilmi. A thonë Rasulullah s.a.s. me një hadis, ashtë turp i padituri me hesht në paditurin e vetë, po ashtu ashtë turp i dituri me hesht me diturin e vetë. Qka me ju bon, gjemot? Qka ka me ju bon? A shkru që shtu me hek, a shkru që shtu me met gjithmonë në nemqora, kur kush laps me veti, kush blok me veti, kur kush flet me veti. E keni gjetë lirë, nuk keni faj. S'keni as një faj se bani, e keni gjetë lirë. E dini që dikush ashtë lodhë për këto ligjeratat në zeta. E dini që dikush folë edhe na shkojmë gjami ngojmë. Po që ta këshe pas blokën me veti, e lapsin, ta këshe shenu, ta këshe me veti, do t'ishe ma i ditur se qka me ndonë se do t'ishe. E dhën la yambaghi lil jahili an yaskuta ala jahli. Ashtë turp gjahili i padituri me hesht në paditurin e vetë. Ka thonë, po ashtu ashtë turp
i dituri me hesht me detyrinë e vetë. Pra, ai që s'din mos të heshte në të pyese hiç panal, ai që din mos të heshte në të fole hiç panal. Ndashi me ngrit popullin. Të pa ditur, turpash mula i mrun mesin e popojve. Xhamat, po e shifni ku kanë shku qertë edhe ku kemi met. Po e shifni ku kanë arrit qertë edhe ku kemi met. Notat e ardhshme do t'i shpjegojmë disa shembuj, na ku jemi edhe qertë ku janë, atëherë kur i japmi na kësaj temës tonë në fund, shumë afër, nëse proma apo mas nesër inshallah, disa shembuj nëpërmjet të cilëve do ta shifni na ku jemi edhe ku janë qertë. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام وبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة كإنسان بديك ta ngjall, ta ngrit, ta qet para qerve. Edhe në mes këtij, edhe në mes pejgamberëve ditën e Kiametit tash vetëm një gratë. Para çkak? Bash për këtë shkak kështu një natë, më herët çat herë thash se hoxha i vanum në xhami nuk kanë rregull, nuk e ka vendos popullin me ngrit. Mësuesi i vanum në shkollë nuk kanë rregull se ka vendos popullin e vet me ngrit. Drejtori i vanum në fabrik nuk e ka vendos fabrikën e vet me ngrit. Argati i shtëpisë në punë në fush i vanum nuk e ka vendos familjen e vet me ngrit. Se tjerët kanë arrit deri ku? A japonezi e ka hull vetën në shinat e trenit edhe ka shkruajt një letër të vogël, po tregoj kanë atë letër pse po e mis vetën. Po e mis vetën për shkak se në fundin e vitit në Japoni, mrezha japoneze e trenit pa abon kejt 1 minutë vones, i kam hi Japonisë në rhak. Shtetit tem i kam hi në rhak. Mirë tha një herë një artist në dëgjova moti kohë në radio, kur u pat lajmëru ki lajmë për Japonie, një prej artistave jo shqiptar tha, me paskon që kjo punë të na, a thu kush jetë ke gjallë. Këjtë u dashke mu mitë, pëse unë i vanum, ti i vanum, a i qetër i vanum, kejtë vanum, kejtë u dashke nër tren me hi. Kur bota ban plan, kur bota ban men treni i një shtetit 100 disa milion, cëlla mrezha 1 minutë vones me bon mot-mot, ne mendoj se ashtë turp se s'ka zgjidhje, ashtë turp, mendoj se ashtë turp, s'ka zgjidhje me anis me studiu tonën, apo dhe një krasim me umaru e me bo dhe një krasim helbet. S'ki qka me krasu? Qka të krasojsh? Cëllën gjo po do me morë për shembul e me folë për safër mi barëm. S'ka asë një sen hiq, asë një gjo s'ka. Asë në gjami, asë jashta gjamiës, asë në arsim, asë në spital, asë në shëndet, asë në shtet, asë në parlament, asë ku përlanë ment, kur kun nuk ka me regull. Mere me men, një popull në kam qot, po foli për popullin tem, mas miri, një popull qot në kam, i voton 70, kësi, po thamune, delegat komunal, qështu unë pjam gjesem një, ka një qëtër emën ato, delegat komunal për në komun. Edhe bot beti i ma, që një njeri me mungu mës me dala gjete votat, që njojim të e ka thot që s'po dal. Në politik kjo kur gjosa, të shtetet që ka kanë tradita politike dvetra, kur gjosa, s'ka dal edhe marri punë, që s'dal. Këtu të na sukur në qelime mës me tarë, që ka bojnë të në atë shpijes, mës me tarë në qelime. Ki ke, edhe ki ke, edhe ki ke, edhe ki, që ki s'ke, pse bra thu ki s'ke. E njo pra, më revesh, edhe në pi Gjermanie, edhe pi Skandinavie, kur s'ka ardh, e kanë gjetë që se ardhë mas. Brej, filoni s'ke me votu.
Për çka s'ka me votu? Për delegat në kuvend këtu në komunal. Si a qiti, sërë për Skandinavie me votu. Për Skandinavie 1200 mark me shku e me ardhë, në regu. Kjo akon para 4 vetëve. Kur u mushën 4 vetë rafsh, që tash do gjem 3, me gjithë se ato janë kështu qëtalë për atë punë shka e kanë nisë, janë mushkni njom për atë punë shka e kanë nisë, ajo janë shumë puna modhe për ato, puthojkën, inshallah realizot, thunë edhe ju me kadal, inshallah, me ndërtu një fe objekti këtu të renin tonë të madhë për dobin e këti populli, i pa në maru disa letra, ka janë dasht ato letra mindreq, inshallah jeni duke më dëgju me koment, me vëmendje, i pa në biti se gje në qytet po më lajmërojnë, po thojnë kështo gjafeni, kejt pun qera i kimi bitis, e në qiket mujën e mram, kemi ngel vetëm me një problem. Me cëllën problem keni ngel? Kanë me votu këto të komunës, po që një muj s'po vinë këtu në kuvend në përmledhje, me bitisde, si janë kërkon. Njoni i ka dhonë 1200 mark, ka arë pi Skandinavie, pi verit Skandinavie, si adini shërit a gjemnin bashkë të arushat e bardha, me aqit votën njonit me shku në kuvend komun, me bom ledhje, që shti aja gjenë kuvend nuk ashtë për me i pa problemet, aja gje, apo e shqip një atë në parlament, ku përlohan ment, a gje, apo e shqip një ato bonkat këtë tefterat bardha, iq pa gjina, pishini? Iq pa njerëz. Po që të njerëz qështu, po këto ashtë marre mi votu o burra, po. Këto a marre mu angazhu me dal me qitë vota për këto njerëz. Ashtë tërp, ku i bre përja që ta të vot? Kjo a njajt, kjo a në baras pesh, me hoxën e Ramazanit. E non ti hoxë Ramazani, me kalzu ders, njerë një qini, njerë në taravia, edhe ti ven një qini këto, e shaf këtë letrën teme, në kursi e nume. Veç unë e s'jam. Ven taravia, e shef letrën, ati, hoxha nuk ka. A që kjo pun regula, hin krije kjo, a më voton në qetrin Ramazan, a më nën? Qetrin Ramazan unë, a jam hoxh më këto? Po e atëherën, a i ka na populli i dekta i shka i ban këto pun, shka thot po. A i s'pas ka kur një femene, pra. E atit kishe kujdes. Kishe kujdes kur të vene vakti votave. Kishe kujdes ka pe voton. Trazoni o burra mo. Trazoni mo, njëherë, bol mo, trazonu njëherë, thuni, hej, na mo, jo kështu, na mo do t'i qelim sit, na mo do t'i morëm ato njerë, shkat me i qesin për para për mi votu, e do t'i nojmë 100 sita, njëna për mi qetërën, 100 sita do t'i nojmë, ajo me nëllë t'a gje, birat e mdoja e lishon njerin me ratë e poshtë, në ditën kur t'bere, pak ma me zë, në tretën, e nale treta kejtë, shka lishon me ratë e poshtë, që a shofë me historien të alishoj më ratë e poshtë. Atë kaluarën e ati, tonë në 15 sitë fisi ati, në 16 sitë, në 15 në qinën, në 15 sitë të poshtë, në dërgjegjet e vlezdrive të familjen shka e ka. Historien shkollaret ati, veprimtarien e ati stërgjishnë atë e këti, daj ki ka e ka, shka kanë bostër një pat e këti dë njare, pi ka e ka ki rjedhin që po dhe me napri neve, terit venet e sita me i me fundit, dale një kristal njeri që këti populli ja do të mirën, interesa personale s'ka heq s'ka, as një interes personal se ka heq, e kësit dale dhe nja qështu, atëherë dhale, qështi bujrën, urdhëna pra, qështi po e thejli lapsi në kolla emnit tanë. Ama jo mo votën ati, shka ven për para neve dhe në kalzon se, veç votëm një mua se unë e ja luj me në. Ju që unë jam hoxha juve i katunit, ju vesh vazhdoni qështu, edhe ardhëria jo në dijet, ju vesh vazhdoni qështu, ju vesh thuni kjo sa puna jote, qish e ka në abdet poplion, sa kjo pun hoxhe, tone ju vazhdoni apet juve në qashtu bane, qish e kini vendosë qashtu, a unë e kam obligim prej Allahu gjelle gjelaluhu, me ju spjegu se kjo pun qështu ashe vërtet, ma mira hiq se qështu, ma mira hiq se qështu. Shku në cullë të gjamia, në përqajtën o gjallartë. Kishin ardhë mledhje do, e përqajnë o gjallartë. Kishin shku do në mledhje, e prishën o gjallartë. Kishin nejtë me një ven haqjitë, i kishin prishë o gjallartë. Ishin përlatë dhe burra me një ven, hoxha mas saj loje. Eshtin mes thacit edhe kacit, a unë e ama?
Kush është ja thu? Shti shka bon, shti a Molla Jakupi shti edhe Molla Hasani, edhe Molla Iseni e boni këtë kulic bërloki në udha. Edhe bagji, une para rezerva heq, une para gjematit tem jam të fol, une jam të fol para poplit që une du, a i sa më donë puna poplit temash, unë flas me ndërgjegje para poplin të cili unë e respektoj edhe vdes për ta, si cilin moment shka të ketë nevoj. Në kanë qua haber, për ju se dini, mu më kanë qua haber, a unë atë haberin e ative për javë smegoj juve, se atë haber për juve me kanë qua muë. Kjeve thuni Molla Jakupit, se që tash duhet mu da këta, që shpo i thoi këti, antartë. Antarësia duhet mu da se në seli a da, apo, a da në seli a jo? A da, mirë. A da dhe ndeg, a da dhe ndeg? A da, duhet mu da dhe në ndegët. E kanë një parolë, unë s'po e di se sa është e vërtet, po më ven marë me thonë sa është e vërtet, kanë një fa parolë po shëtit ka, se katunët e Kumanovës po orientokën si ma Slupçanit. Ka të shkoj e Slupçani, po shkoj kënë edhe ato qertë. E kur e kini provu ju kështodët, pa, perdja kura he ka të herë, qertë kishin pas shirë seri, që mu banë Slupçani. Duvarnat kur janë prish, ato Slupçanalit ishin, po kome ditu, si jam konë këto, s'po e di, po thojnë, a bo një fe lame, një fe pluni, ku e di unë, do pat ligjona pi përmenin, dikun se ku janë konë ato, ti bë në disha, unë jam konë gurbet atë herë, shi qirë që si jam konë këtu, se halat tu të kish në mrena, e qertë pa në këshirë seri edhe atëherë. Edhe shti fjalla në përmet kësaj analize, po këshirë kënë shka po bojnë shti Slupçani? A ka Gjeladin Murati po shkojnë? A ka mendu Thaçi po shkojnë? E tonë edhe qertë ka të në shkojnë. Pra masi Slupçanin për këshirë kënë, Slupçani edhe fort interesant, ja hapin sinjt ati hoxhës shumë. E pra thuni ati hoxhës, në t'i kthe e ka na. Ama ju shti se dini kusha i ka na. E që shti unë e pra di, ka po ju kaldoj ka mu këthi. Si ta doni Allahun gjelle gjelalu, si ta doni pengamerin e ju, si ta doni Kuranin e ju, që të gjinë kur të vinë katon me ju da, se antarësia dhe shti e ka renin mu da, mo se lija da, edhe dega da, shti edhe në ndega duhet mu da, shregistrimi duhet mu bo, duhet një vetë katonartë, ju që tu qeknena, ka po shkoni shti ka të laon, a keton po shkoni amaton, e që ta është ta dini, kjo porosia e, masim kishin qu selam, kjo porosia e me asi hoq katuni, si doni me ditë, shka do me thëmë fjale e përqame, që kjo nështë e përqame. Si thuni, do që kënena, do që arena. Qitive, si hoq për ju thëmë, asë për javim përnoj, që policis kam temen me dalë me të shku kërdhu në dajak. Unë jam hoq, për ju thëmë, qitive thuni, hajde me banu të ditë, banu bre ti dhe ti bre, hajde bre shkoni ti dhe ti në punë t'juve se hic na kini knoq. Lina rahat rrim kri për krije se pasha zotin e lumë ha shumë mirë jemi. Lina bre rahat ta knoq mi vlazni lëkin ton, e të knoq mi me ta se qushtu për një mes në vduni. As njana pal, e as pala qëtër. Se s'pam gjon, nuk pam gjon. A i shkoni ju në punë të juve, e lina rahat se me të vërtet ki katon gjithmon ka gzu vlazni lëk. Me të vërtet ki katon gjithmon ka gzu respekte i plake dhe i rivin me zveti, gjithmon janë dash. A ishtë mësna që shit Thaçi, që shit ka, që shit pache, që shit sorbe, a i banu, a i largonu, për një mazdar ke djetar, për një mazdar ke patriot, për një mazdar ke udheqe, s'ka kështu në dunjo. Koli i Gjermanijës, Helmut Koli, teri ashtë bon kancelar, dini shka ka bon? Teri a bon kancelar në Gjermani. A ka të një që qohë për aja fjale për një 3 minuta që ma spjegon? S'ka për një mazdar ke kancelar. Klasën e parë shkollës fillore me njësh. Se në Gjermania njëshin nota me bukur. Klasën e parë me njësh, ditën me njësh, 8 vetë me njësh. Në shkollë të mesme, në shkollën politike, kejtë notat njësh. Në fakultet, kejtë notat njësh. Magistraturën, kejtë notat njësh. Në aktivin politik, pin 16 vetë, kejtë notat njësh. E qështu borë dhe kancelar? Më ndu Thaçi vlazën që 29-30 vetë sa i ka halas apo doktor. Oti, thuni bre si të shif një dikun, hoxha i Slupçanit po thot, hatë mara qatë shkollë një arë shkopiti se për i zatë zotit, a ki dinti? A ki dinti, a ki respekti, a ki insan, a je njeri ti? Hatë marë shkon në fakultet, ti banë një arë fakultetin, o gomor, o pes, o i flisht, o gomor, o magar.
Hatë shko diplomën mere ti, po dhe përna duesh neve shëndetin, hatë shko sot e shkollën. 30 veti ka bërë lapi fakultetis ka dalë magari, po do me odheq popull. Kur po i thomë për këta kështu atë qetrin, si jam të livdu, mos të më kuptoni keq. Nuk jam të i përkra atë qetrin. Njoni ka hinë klas par me studiu gjuhën Shqipe. E ka vesh kaputin zhak për toke, e ka vesh kravatën sa temën. Shka je bre për pash rizane e Zotit, shka i, a më në ka zonë shka i. Nuk ka zonë për shka. A të ta folin një fjallë që sti shumë dëbët. Jam komandant. Shka je? Komandant. Komandant i kuj bre je? Jam komandant i jatë. Kur e kemi halakat, pak e kemi të lëvit, bakërdolin me oklugi, e dini ju? As një provim dushmonja, dumana, shka mi thonë, as një provim të klasës partë fakultetit vetë se ka dhonë. Po qka banë mëratin sokak? O në zonë sa të dashër, o ju shka jeni në gjami edhe perspektivën e arsimit e keni heles para veti. Ju kam thonë një are me një gjumo, moti i ka një 6 muj në gjami, jo 6 muj, i ka 6 muj. Hapja shkollëve kura konë qatë arësat këtë qaqë. 7 orë. Kusha konë në gjami e din, i kam thonë që prapë po thomë, ndoshta fjali pak e dëbët, ndoshta pak me karakter shumë tullët, ama e ka prapa vijen e vetë mirë shumë. Për lak, ashtë qaj gjali joni i cili në shkallët e shkollës, edhe në shkallët e fakultetit, me shoqin e vetë, gjonë kotë lirë me bisedu, jashtë të mësimit vetë, për dhe një punë. Për laka, maga, sa njeri, nuk në duhet. Në shkallët apo në koridorin e shkollës, gjonë kohë me shoqin e vetë me bisedu, jashtë të shkencës, jashtë të asaj për shka orientu. Sa njeri, s'duhet ki, s'pritët për këti gjonë. Në klasë, rrasë mësimit bisedën. Në koridor, rrasë mësimit. Në shkallët e shkollës, rrasë mësimit. Në konak, rrasë mësimit. Të shpia, rrasë mësimit. Në tren, rrasë librit tënë. E ndashim me shkute para. Ndash, e qështu dhe unë s'po mësoj, ti s'po mësoj, najë s'po mësoj, najë s'po mësoj, najë s'po mësoj. Kur po del njoni, komandant. Komandante, komandant. E komandanti mive nara, gjë shkollë, heqim mit, largo mu pi udhës, se për na ven marë, o kuritëm, me qësi komandanta, me qësi kapuqa, me qësi hardhuca, 13.500 gjem në kam qelë në burg, tu javë rrit menën, ne javë kemi rrit menën, tu ju thonë, vetë dia ka shku largë, s'ka vetë dije pa arsim të lartë, s'ka vetë dije pa 100 doktorat shkencës në rrethin. Serbia, të më falni, 9.000 titu i shkencor në arhiv në Beograd i ka. Të më falni, i ka, qka kemi bo? I ka 9.000 akademik, 9 milion titu i shkencor i ka arhivi e Egjiptit. I ka arhivi e Egjiptit. 9 milion titu i shkencor, 9 milion punime shkencore në arhiv të Egjiptit janë. Ne dite përbojmë bised me një vla, këtu në Kumano, për Rathinës, jo i katonit tonë, i Rathinës fort nga këtu në terenin tonë. Du me ju spjegu se ku jemi na, ku jemi. Jo politika jonë po banë, për na udheqin mirë, për na udheqin mirë, une për i kritikoj disa gestet politiqarve që po gabojnë me hallin tem, jo kështu me argument, po me hallin tem, i plasi. Sa eduku ashtu në frim të argumenteve, eduku në frim të euforijës edhe emocioneve me full. Kur i plasi më majsë mërarmi sa, qështu, e po ani, pra tha, bane shtet islam, bane hajt. Bane shtet islam, pra bane. Thash, a di shka o vlave jam i dashur. A më prit hu 10 minuta, ati ja gje, edhe ju një 10 minuta këto. Si qa? Pse, ti henes shti po kalzon kushije. Mësu banë merak, se unë shtet islam nuk jam të e bon. As që e kam në menë me bon. E du, mundohem, ama po të kalzoj di shka.
se Egjipti me 9 milion titu i shkencor në arhiv, së nashtu u bon shteti islam. A unë ti po kujton se unë të baj shteti islam, me tije duhet me e bon. Ç'është ta baj me tije? Me konë që duhet me e bon. Duhet me e bon me tije, bashk. Ti apo ka po folti. 9 milion titu i shkencor, 1024 vet universitet. 1024 vet universitet. 960.000 studenta i ka Universiteti Azherit. 530.000 studenta i ka Universiteti Kairo. 55.000 studenta i ka Universiteti Amerikan. 375.000 studenta i ka Universiteti Ain Shams. 53.000 studenta i ka Universiteti Fistatit. 5 universitete janë 2 milion studenta me një qytet në Kairo. Sa është ka bon shteti islam? As era nuk i vet. Pa shteti islam bëhet me muslimanë, burra, me gjinë bon, nuk bëhet me kastraveca. Ani dhe morë, bane pra shteti islam. Dëmek, une si ta lishoj që ke qka ka më në ndorë, ti mo e bone atë qetërën. Po le akupe ban shteti islam, apo. O, maravlavi jem. A i ti arën tonë dishnik, së një jetë e bon arë bujku, të ka mujtë shtiri. E të kanë hip barrat, e të ka mujtë pirovina, e botë ka du të një matë kundrat e gjonit, tani me ka përcina për artone, e ki këno që arën tonë, se ne ki punu me shati mirë, dishnik, e shtetin për ma përmen shteti islam. Ecë maravlavi jam, largov për i këtive bisedave të kota, se Allahu gjelle gjelaluhu neve, halasemi pregadit për punë matë moja, aj që shka qef. Po njëherë ma i shpari shka po e lutë mi Zotin. Po e lutë mi Zotin, o Allah i jonë. Banna të mundër të jemi ditur o Zot. Banna i prej djetarve, edhe banna prej ative që djetarët i dojnë, banna prej ative që ndëgjojnë, edhe banna prej ative që pytin, në qovë se jemi prej ative që ka nuk dim lillahi l-Fatiha.